Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ka reaguar sërish mbi zhvillimet në seancën gjyqësore për dosjen Puka, ku foli edhe për një kërkesë për ekstradimin e tij nga Zvicra. Duke folur për Syri TV, ai tha se kjo lëvizje është një manovër e orkestruar nga ajo që ai e quan qeveria e Tymnajës për të mbuluar skandalet e shumta që po dalin në dritë në Tiranë, të cilat përfshin antar të lartë të kabinetit. Ahmetaj shkon më tej, duke deklaruar se ai beson se ka një plan për eliminimin e tij fizik. Sipas tij, urdhri i arrestit ka dalë para 3 vitesh dhe në kohë rekord. Për Ahmetajn, ishte Rama ai që urdhëroi ndalimin e tij apo siç Ahmetaj e cilëson, kreu i organizatës. Sot ishte teatri i radhës që bën struktura që unë e kam përmendur dikur, por që është drejt, që drejtohet nga qeveria e Tymnajës për të mbuluar të gjitha ato skandale që po dalin një nga një në Tiranë dhe që përfshin persona antar të qeverisë, antar të lartë qeverie. Dhe ajo që më çudit është dhe përfshirja e drejt për drejt edhe e prokurorit tjetër, sepse për sa i përket, më parë unë e kam sqaruar përfshirjen e SPAK deri në arrestimin, tentativën për të më arrestuar me urgjencë, që e kam thënë disa herë, dyshoj, por tashmë nuk dyshoj më që janë të përfshira tek eliminimi im fizik. Dhe sot e vërteta e gjithë asaj pyetje që unë kam ngritur, është shumë e qartë për këdo. Shumë kush më thot, po të kishe qëndruar këtu, sot nuk do ishe i gjallë. Dhe e kam thënë disa herë që unë nuk është të mbahem për ndonjë trim, por për familjen time nuk kam asnjë alternativë tjetër përveç se të jemi drejt, sqarues dhe patjetër trim. Sot doli lajmi që Medemek ishte bërë një kërkesë e re për ekstradimin tim. Cili ishte lajmi i rrem? I dal, shpresoj jo, i dal nga të njëjta dyer. Shpresoj që SPAK-ut mos jeti përfshirë në këtë tymnaj për të sqaruar publikun. Kërkesa për ekstradim është bërë në datën 18 gusht të vitit 2023. Ko rekord, të me thënë rekord për kthyer, rekord bërë kërkesat me urdhër të kreut të organizatës, dhe kjo s'ka më dyshim tani, për mua s'ka pasur dyshim që ditën që kam kërkuar në shkurt të vitit 2022, largimin nga qeveria, dorëheqjen.